Rezak, furnizuesi çdo shpirti. Ekziston një frikë e heshtur që flen në gjoksin e pothuajse çdo njeriu në këtë tokë. Frika për të nesërmen. A do të kemi mjaftueshëm? Si do t'i ushqej fëmijët e mi? Po sikur të humbas punën, biznesin apo shëndetin. Ky ankth për mbijetesën shpesh e kthen jetën në një betejë të egër, ku njeriu ndjen se është tërësisht i vetmuar përballë fatit të tij. Ne vrapojmë, lodhemi, planifikojmë dhe ndonjëherë humbim edhe gjumin, duke menduar se jemi ne ata që mbajmë mbi supe peshën e ekzistencës sonë. Por, a kemi ndaluar ndonjëherë të vëzhgojmë botën rreth nesh? Kush e ushqen zogun e vogël që niset nga foleja e tij në mëngjes me stomakun bosh dhe kthehet në mbrëmje i ngopur? Kush i çon ushqim fetusit në barkun e nënës, aty ku nuk arrin asnjë dorë njerëzore? Sot do të udhëzojmë drejt njohjes së një prej emrave më çlirues dhe më të ngrohtë të Zotit të gjithësisë. Rezak, furnizuesi i vetëm, i plot dhe i gjithanshëm. Në gjuhën arabe, emri Rezak vjen nga rrënja që do të thotë jo thjesht të japësh, por të japësh vazhdimisht, pa ndërprerje dhe në sasi të mjaftueshme për të gjithë. Ky emër nuk i takon askujt tjetër përveç krijuesit. Ai nuk është thjesht një dhënë së rasti. Ai është ai që ka marrë përsipër garantimin e jetesës së çdo krijese që merr frymë mbi këtë tokë. Zoti i gjithësisë ne e thot këtë me një prerje absolute në Kuranin e Madhërisëm. Nuk ka asnjë gjallës në tokë që Allahu të mos ja ketë garantuar furnizimin, riskun e saj. Surja Hud 6. Në një tjetër ajet, ai na fton të reflektojmë mbi dobësinë tonë dhe fuqinë e tij. Sa krijesa nuk e bartin dot ushqimin e vet. Allahu i furnizon ato, edhe juve gjithashtu. Ai është dëgjuesi i gjithdituri. Surja Ankebut 60. Për Rezakun, nuk ka rëndësi nëse je një miliarder në zyrën tënde luksoze apo një milingon e vogël në një shkëmbë në fund të oqeanit. Ai dëgjon të dy dhe u dërgon pjesën e tyre në kohën e duhur dhe në masën e duhur. Furnizimi i tij nuk përfundon kurrë dhe nuk njeh kufi. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, erdhi për të çliruar zemrat tona nga prangat e ankthit për jetesën. Ai na mësoi një ekuilibër të përsosur mes punës fizike dhe dorëzimit shpirtëror tek Allahu. Profeti alayhis salam ka thënë: sikur ju të mbështeteni tek Allahu me një mbështetje të vërtetë të sinqertë, ai do t'ju furnizonte ashtu siç i furnizon zogjt. Ata nisen në mëngjes të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur. Vini re me vëmendje këtë thënie të artë. Profeti alayhis salam nuk tha se zogu qëndron në fole duke pritur që ushqimi t'i bjerë nga qielli. Zogu fluturon, kërkon dhe lodhet. Ai bën punën e tij. Por sekreti i tij është se ai nuk ka asnjë magazin, asnjë llogari bankare dhe asnjë siguri për të nesërmen. Ai thjesht niset duke pasur besim tek krijuesi i tij. Ky është mësimi i madh profetik. Ne duhet të punojmë me duart tona, por zemrën tonë duhet ta mbajmë të lidhur vetëm me furnizuesin, e jo me punëdhënësin, me biznesin apo me rrethonat e jashtme. Ata janë thjesht mjete, ndërsa burimi i vërtet është Rezaku. Shumë njerëz gabojnë kur mendojnë se furnizimi i Zotit të risku kufizohet vetëm tek paratë dhe ushqimi fizik. Kjo është vetëm shtresa më e thjeshtë e furnizimit. Rezaku na furnizon në mënyra që shpesh nuk i llogarisim si të tilla. Shëndeti që gëzon sot është risk, paqja mendore dhe gjumi i qetë në mes të natës është risk. Një bashkëshort apo bashkëshorte e mirë dhe fëmijët e shëndetshëm janë risk. Dituria që të ndriçon mendjen dhe udhëzimin në rrugën e drejtë është risku më i lartë që mund të marrë një njeri. Zoti i gjithësisë e di se trupi pa shpirtin është vetëm një kufom. Prandaj ashtu siç dërgon shiun për të ngjallur tokën e vdekur, ai dërgon shpalljen, qetësinë dhe dashurinë në zemrat tona për të ngjallur shpirtrat tanë. Risku i vërtet është ai që të afron me atë që të krijoi, ndërsa pasuria që të largon prej tij nuk është gjë tjetër veçse një sprove veshur me petkun e mirësisë. Nëse dëshiron që furnizimi të vijë me lehtësi dhe pa ankth, Rezaku na ka treguar kodet se si të hapim këtë derë të bekuar. 1. Falënderimi vazhdueshëm. Zoti thotë në Kur'an: nëse falënderoni, unë vërtet do t'ju shtoj mirësitë. 2. Kërkimi i faljes, istikfari. Kurani na tregon se istikfari sjell shiun e begat, shton pasurinë dhe fëmijët. 3. Lidhjet farefisnore. Profeti alayhis salam ka thënë se kush dëshiron të shtohet risku, le t'i mbaj lidhjet e gjakut dhe të respektoj familjen. 4. Dhënia e sadakas, lëmoshës. Mos ke frikë se pasuria jote do të paksohet kur jep. Rezaku
e zvendëson dhe e shumëfishon çdo gjë që jepet për hir të tij. Kur jeton me këto parime, ti e kupton se suksesi yt nuk varet nga lakmia apo mashtrimi, por nga sinqeriteti dhe pastërtia e punës tënde. Njeriu që e njeh Allahun si Erezak nuk jeton më si skllav i të nesërmes. Ai punon me dinjitet, pa u përulur përpara të tjerëve për një kafshat bukë, sepse e di se askush nuk mund t'ia marrë pjesën e Zotit që ka shkruar për të, dhe askush nuk mund t'i jap atë që Zoti ja ka ndaluar. Lirohu nga ankthi i jetesës. Kryeje punën tënde me ndershmëri dhe fliqet. Krijuesi që u kujdes për ty kur ishe i pafuqishëm në barkun e nënës tënde, nuk do të të harrojë as sot, as nesër. O Allah, Erezak, ti që furnizon gjithçka me mëshirën dhe drejtsinë tënde, ne jep furnizim të pastër e të bekuar në këtë botë. Ne i pastro shpirtrat tanë me besim e qetësi, dhe na bëj prej atyre që e përdorin pasurinë për të fituar kënaqësinë tënde. Na mundso të jetojmë pa frikë dhe të kthehemi tek ti me zemra të pastra e të çliruara nga prangat e kësaj bote.